Skenari 3. Koalicioni PDK, LDK, AAK dhe Nisma, 52 deputet plus minoritetet 61. Në vazhdim, Berisha e konsideroi si skenar të mundshëm qeverisës dhe bashkimin e partive opozitare pa lëvizjeve vendosje, mirë po nuk e përjashtoi mundësinë e shpërtimit të protestave publike kundër këtij koalicioni të mundshëm qeverisës, pasi do të cilësohej si koalicion anti-kurti, një koalicion i gjerë pa lëvizjeve vendosje. Nëse lëvizja vendosje dështon të formojë qeverinë, një mundësi alternative është krijimi i një koalicioni mes PDK-s, LDK-s, AAK-s e Nismës me mbështetjen e minoriteteve për të arritur shumicën. Koalicioni do të kishte mbështetjen e shumicës së spektrit politik tradicional në Kosovë. Do të përfaqësonte një model të qeverisjes klasike të ngjashëm me qeveritë e kaluara në Kosovë, do të shmangte ndikimin e lëvizjes vendosje në qeverisje, gjë që mund të jetë synimi disa partive tradicionale. Kundër do të perceptohej si një koalicion anti-kurti, duke nxitur protesta dhe pakënaqësi publike. LDK dhe PDK kanë pasur tensione të mëdha në të kaluarën, veçanërisht pas zgjedhjeve të 2019-s. Shembulli i qeverisë teknike në Itali në vitin 2021 tregon se qeveritë e formuara nga aleanca të detyruara shpesh nuk arrin të kenë stabilitet afatgjat. Rast komparativ, qeveria teknike italiane 2021-2022. Skenari 4. Zgjedhje të reja, si skenar të fundit të mundshëm, ai përmend zgjedhje të reja, e që sipas tij mund të prodhojnë një shumicë më të qartë për një parti. Megjithatë, zgjedhjet e reja mund të krijojnë pasiguri politike dhe ekonomike në vend. Nëse asnjë nga opsionet nuk funksionon, Kosova mund të përballet me zgjedhje të reja. Do t'i lejonte qytetarët të rikonfirmonin ose të ndryshonin orientimin politik. Mund të prodhonte një shumicë më të qartë për një parti ose blok politik. Kundër, do të krijonte pasiguri politike dhe ekonomike. Zgjedhjet e reja nuk garantojnë domosdoshmërisht një rezultat shumë ndryshe nga ky aktual. Skenari më i mundshëm është që lëvizja vendosje të negociojë me LDK-n ose me AAK-n dhe Nismën dhe minoritetet. Nëse dështon, mund të kemi një qeveri të formuar nga PDK, LDK, AAK, Nisma, ose mund të shkojnë në zgjedhje të reja. Ky proces do të jetë një test i madh për aftësinë e klasës politike për të menaxhuar koalicionet dhe për të siguruar stabilitetin e vendit, përfundoi Feyzullahu Berisha për Bota Sot.